Norma e inflacionit në vend vijon të shënojë rritje gjatë vitit 2026, sipas të dhënave të publikuar nga Instituti i Statistikave Instat. Inflacioni i matur me indeksin e çmimit të konsumit në muajin shkurt të 2026 arriti në 2.5% nga 1.9% që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se trendi i rritjes së çmimeve pritet të vazhdojë edhe në muajt në vijim, duke ndikuar drejt për drejt në koston e jetesës për familjarët shqiptar. Rritja vjetore e çmimeve është ndikuar kryesisht nga grupi qira, ujë, energji elektrike, gaz dhe karburante të tjera, i cili ka shënuar një rritje prej 5.3%. Pas tij renditet grupet sigurime dhe shërbime financiare me 4.3%, si dhe Argtim Sport dhe Kultur me 4.2%. Sipas ekspertëve, duke nisur nga muaji mars dhe në vijim, inflacioni mund të shënojë një rritje edhe më të ndjeshme, duke rrezikuar të tejkalojë mesataren prej 3%, e cila është objektivi i shpallur nga Banka e Shqipërisë për stabilitetin e çmimeve. Ndërkohë, në krahasim me muajin janar 2026, rritja më e madhe mujore është regjistruar te grupi ushqime dhe pije jo alkolike me 0.9%, duke reflektuar presionin e vazhdueshëm të çmimeve mbi produktet bazë të konsumit të përditshëm.